Pra mund të ketë rrezikshmëri që të prekur dhe ai? Unë e thash në qoftë se mishi rri 2 orë, ata vizavisht me florifera me seriun, në qoftë se mishi rri 2 orë jashtë, ai ka mundësi të kontaminohet. Edhe e thash edhe diku tjetër që personat të cilët merren me transportimin, personat që merren me gatimin, në qoftë se janë të kontaminuar me salmonel, mund ta kontaminojnë ushqimin. Pra, janë shumë hallka në lojë, nuk është vetëm thjesht kopshti, është transportuesi, është mënyra si është transportuar, është mënyra si është gatuar, kush e ka gatuar, sa orë e ka lënë jashtë kur e ka gatuar, pra ka shumë gjëra në lojë. Duhet parë të tëra hallkat. Dhe që të flasim me eksperiencë, të flasim në mënyrë profesionale, siç duhet. Edhe që të mos bëhen ndoshta edhe gabime dhe t'i vendoset gishti dikujt gabimisht. Elira, çfarë do të ndodh tashmë me prindrit? Kanë njoftuar një protestë të radhës, më informo pak më shumë, duke qenë se ti ke folur me disa dhe nuk është jo vetëm me Eraldin që ka lidhje për të mos u dukur pastaj politike gjëja. Prindrit padyshim që do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre dhe të merren masa, kanë kërkuar nga prokuroria të hetohet të gjithë zinxhiri dhe të gjitha hallkat që merren me furnizimin e kopshtit edhe këtij institucioni me ushqim, është marrë nga ana e të gjithë institucioneve përkatëse masat, se realisht duhet ishin marrë masat të mjeshme, por janë lënë 4 ditë dhe më pas vetëm ditën e shtunë ka shkuar AKU-ja dhe ka marrë të gjitha mostrat, të cilat duhet theksuar që ende nuk kanë dalë përgjigjet e autoritetit kombëtar të ushqimit në lidhje me atë çka kanë përmbajtur të gjitha ato ushqime që janë sekuestruar, ushqimet që kanë pas qenë në depot e këtij kopshti janë sekuestruar dhe janë marrë nga autoriteti kombëtar i ushqimit e djeshme dhe janë duke u bërë të gjitha analizat për zbuluar nëse realisht salmonela dhe prania e këtij infeksioni ka ardhur nga mishi i pulës, nga konsumimi i vezës apo ushqime të tjera të cilat mund të ketë qenë të netura aty apo edhe nga infeksionet të tjera apo papastërti të tjera të cilat mund të janë të krijuar në këtë kopshт. Nga gjithë bisedat që unë gjova vlen të konfirmoj faktin që kryetari i bashkisë dhe institucionet atje bashkë me drejtoreshën e kopshtit na ka konfirmuar se ka pas prani të frigoriferit në ambientet e institucionit dhe padyshim që sipas tyre të gjithë ushqimi që gatuheshe nuk ishe catering, por gatuheshe aty dhe në momentin që ngilesh dhe nuk konsumuheshe mund të hidheshe në mbeturina dhe nuk konsumuhej në një vakt të dytë. Dhe kjo pas tjetër që kërkon që të gjithë të hetohen dhe padyshim të zbulohet shkaku se nga ka ardhur. Prindërit sërish vazhdojnë kërkojnë që të merren masa dhe në rast se do të ketë patjetër një protestë dhe do të ngrihen sërish dhe do të ngrenë zërin e tyre për të kërkuar padyshim të drejtën e tyre dhe do të kenë insistent për të mos e çuar akoma deri në këtë moment edhe në ditët në vijim fëmijët në kopësht, atëherë patjetër që do t'ju pasqyrojmë dhe do të pasqyrojmë. Ka ndonjë fëmijë që është në një gjendje të përkeqësuar, pra që është të prindërve dhe masat në një monitorim intensiv? Inshallah jo. Asnjë nga fëmijët të cilët kanë marrë shërbim në spitalin e Gramshit nuk është në gjendje të rëndë. Janë paraqitur atje, kanë marrë mjekim dhe të gjithë janë duke u trajtuar në ambientet familjare për shkak të mos përhapjes së infeksionit. Është bërë disinfektimi edhe i ambienteve të spitalit edhe i kopshtit. Por asnjë sipas tyre nuk është në gjendje të rënduar, janë të gjithë duke u marrë mjekimin e nevojshëm nga ana e mjekëve të Gramshit, por nuk ka pasur gjendje të rënduar. Përveç fëmijës i cili është paraqitur rreth 8 ditë më parë në atë spital në gjendje të rënduar, i cili në këtë moment sipas komunikimit zyrtar nga ana e prindërit ditën e sotme është në gjendje më të lehtë edhe pse ka dhimbje barku. Faleminderit Elira. Faleminderit Erald që të kisha në bisedë dhe uroj në fakt shërim të shpejt për gjithë fëmijët, edhe uroj që të hapet sa më shpejt edhe kopshti edhe të ketë një përgjigje nga institucionet në lidhje me analizat që po bën. Suela, faleminderit si gjithmonë kënaqësi, edhe për të bërë një sqarim fakt për gjithë ata të cilët patën pikpyetje në këtë rast. Zusin besoj që e kemi larguar në këto momente, përsa që nuk e kisha më në bisedë, falenderoj edhe të. Pas pak do të ndalemi tek ngjarja e shtëpisë së Barët në Fier, çfarë ka ndodhur konkretisht, ku është eksportuar dhe ku ka shkuar në fakt ky produkt i cili rritej në një shtëpi bari në Fier dhe kush ka bashkëpunuar me njëri tjetrin pas pak.